Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Zbulova nusen e djalit duke tradhtuar. Nuk e di nëse heshtja ime ishte urtësi apo frikë, por ajo ditë më ndryshoi përgjithmonë. Kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Djali është më i vogli dhe si çdo nën shqiptare, unë gjithmonë e kam parë si dritën e syve. Kam punuar gjithë jetën për ta bërë njëri dhe kur më tha se do martohej, zemra më mbush me gëzim. Nusja e tij Eda më pëlqeu shumë në fillim. Ishte e sjellshme, e kulturuar, e qeshur, ndryshe nga vajzat që kisha parë. Mendova se më në fund djali im kishte gjetur dikë që do ta bënte të lumtur. Në fillim gjithçka shkonte perfekt. Jetonin pranë nesh, vinin çdo fundjavë për drek, sillnin ëmbëlsira, dhurata të vogla. Unë e trajtoja Edën si vajzën time, por pas një viti fillova të vëre diçka ndryshe tek ajo. Ishte më e ftohtë, më e shpërqendruar, më e zënë me telefonin. Djali im punonte shumë, ikte herët dhe kthehej vonë, dhe ajo shpesh vinte vetëm për kafe duke thënë se ishte shumë e lodhur me rutinën. Një pasdite, dola në qytet për të bërë disa blerje. Në hyrje të një kafeneje pash dikë që më ngjante shumë me Edën. U afrova pa qëllim të keq, por ajo nuk më pa. Ishte ulur me një burr që nuk e njihja. Jo me mik, as me kushuri. E dalloja nga mënyra si e shikonte. Ishte një lloj afërsie që nuk e fshihte dot. I pash për disa sekonda, zemra më rau fort dhe u largova. Ndjeva sikur toka mu hoq nga poshtë këmbëve. Tërë natën nuk munda të fle. Mendoja për djalin tim, për martesën e tij, për gjithë ato net që më thoshte sa shumë e donte. Nuk dija çfarë të bëja, të flisja, t'i tregoja apo të heshtja. Në mëngjes u zgjova me një peshë në krah haror. I shikoja sytë e djalit dhe më vinte të qaja. Ai nuk ishte dyshim për asgjë. Ishte i lumtur, i lodhur, por i qetë. Në ato momente kuptova se e vërteta ndonjëherë është një armë që mund të shkatrojë gjithçka. Dhe unë nuk isha gati ta përdorja. Vendosa të mos flas. Nuk i thash as kujt, as burrit tim, as vajzave. Por nga ajo ditë fillova ta vëzhgoj Edën ndryshe. Nuk ishte më ajo nusja që doja. Çdo fjalë e saj më dukej rrem. Çdo buzëqeshje më dukej e shtirur. Një ditë, ajo më erdhi në shtëpi me një shall të ri. E dija që djali nuk kishte kohë as për t'i bërë dhuratë, dhe në çastin që ajo uli çantën, një mesazh i ra në telefon. E lexoj shpejt dhe fytyra e u ndryshua për një sekond. Më mjaftoi ajo shprehje për ta kuptuar që gjithçka vazhdonte. Mua më vinte të shpërtheja, po çdo herë që doja të flisja më dilnin vetëm lot. E dija që po të ja tregoja djalit, jeta e tij do shëmbej. Kishte vetëm 2 vjet që ishte martuar, sa po kishin filluar të ndërtonin një shtëpi. Çdo ëndër e tij do shkatrohej, dhe më e keqja, ai do humbiste besimin tek çdo grua, ndoshta edhe tek unë, sepse do pyeste, pse nuk më the më parë? Kështu që heshta, e mbajta brenda si një plagë që nuk mbyllet kurrë. Kaluan muaj, Eda vazhdonte të sillej sikur s'kishte ndodhur asgjë. Djali im nuk dyshonte. Ndoshta ajo mbylli atë histori, ndoshta jo, nuk e di. Por unë e ndjej se mes tyre diçka mungon. Kur i shikoj, më duket sikur mes buzëqeshjeve të tyre fshihet një boshllëk. Kanet kur zgjohen vonë dhe pyes veten nëse bëra mirë që heshta. Ndoshta po ta kisha thënë gjithçka do kishte marrë fund, por ndoshta ai do kishte shpëtuar nga një gënjeshtër. E vërteta është se ndonjëherë dashuria e nënës nuk është vetëm mbrojtje, është edhe faj. Faj për çdo gjë që di, por nuk mund ta thuash. Faj për heshtjen që mbron dikë duke shkatruar një tjetër. Sot çdo herë që i shoh bashk, sytë e Edës shmangen nga të mit. Ajo e di që unë e di, dhe kjo është ndëshkimi i saj. Unë nuk flas, ajo nuk më sheh në sy dhe jeta vazhdon sikur asgjë s'ka ndodhur. Por brenda meje, çdo ditë e përsëris të njëjtën pyetje. A është më mirë të mbash një sekret për të mos shkatruar jetën e dikujt, apo ta thuash dhe t'i vrasësh syt që ke dashur më shumë në botë? Unë zgjodha heshtjen dhe ajo heshtje tani më hap për ditë.